Ka gjersin 10 metra, prej tyre 6 metra e gjys është për automjete, e 3 metra e gjys ka 1,75 m në të dy anët është për këmsor. Po ashtu du të them që ura i ka 5 fusha nga 25 metra. Edhe kjo ka vite më herët më rregullu, po shkami po tash vanu pak po mirë me se u kry. Në fund të vitit 2023 është nënshkru kontrata. Në prill vitit 2024 kanë fillu punimet dhe falenderojmë operatorën ekonomik që i ka përfundu gjithçka brenda një viti dhe ja ku jemi tash në prill të vitit 2025 po e lëshojmë në përdorim këtë urë e cila ka gjersin 10 metra, prej tyre 6 metra e gjys është për automjete, e 3 metra e gjys ka 1,75 m në të dy anët është për këmsor. Pra një farë mënyre, parapërsisht 2/3 jenë për automjete, 1/3 është për këmsor, gjatësia gjithë mbarshme është rreth 134 metra dhe besoj që kjo urë kaq shumë e vonuar, më në fund u realizua dhe është lajm i mirë edhe për juve, edhe për të gjithë ata të cilët do të shkojnë e vinë në Rogov. Betet që edhe pjesa rrugës të zgjerohet konform edhe urës se si do t'jetë në dimenzionet e saj, e që besoj që edhe komuna do t'a bëj pjesën e vetë të punës, ashtu si që edhe kam premtu. Po ashtu du të them që ura i ka 5 fusha nga 25 metra, pra 125 metra e ndërtume me traje dhe kompania ka bo një punë profesionale dhe ne kemi qenë ton kohën në përcjellje të këtyre punimeve. Është e rëndësishme se ka 6.000 banor që kalojnë për këtë urë. Edhe kjo ka vite më herët më rregullu, po shkami po tash vanu pak po mirë me se u kry. Rëndësishme shumë për neve, për fshatin tonë dhe për këtë rejeve në shumë rëndësishme.